qartë se buxheti është hartuar për të dhënë Partisë Demokratike në pushtet avantazh në zgjedhjet e verës. Në përfundim, me largimin e FMN-s në fund të vitit 2008, nuk do t'jetë askush që të mbikëqyrë shpenzimet e qeverisë, të cilat në zonat ku votat janë kritike, mund të tejkalojnë shumat e buxhetuara. Raporti i ambasadës vën në duke rritjen e parashikuar të rrogave dhe pensioneve, si dhe hyrje në fuqi të tyre në 1 maj, përpara zgjedhjeve, ndryshe nga herët e tjera kur bëjnë në korrikt si përpjekje për të blerë votat. Gjatë kësaj periudhe që i takon fundit të vitit 2008, ambasada ka raportuar në mënyrë të detajuar edhe mbi gjendjen e sistemit bankar, i cili po ndjente pasojat e krizës globale. Në ato kohë, ambasada njoftonte Departamentin e Shtetit se Shqipëria duket se po e përballonte krizën më mirë se vendet e tjera. Megjithëse, siç shkrua në raport, po fillojnë të shfaqen shenjat e problemeve të para potenciale që kishin lidhje me tërheqjet e depozitave nga bankat dhe vështirësinë e qeverisë për të gjetur para nga jashtë pas dështimit me eurobondin. Pas vëzhgimit të ambasadës amerikane ka qenë edhe lufta e brendshme e Partisë Demokratike, ka programet komentojnë pozicionin e Lërzim Bashës dhe raportet e tij me rivalet e brendshme, si Josefina Topani. Megjithatë, thuhet në mesazh që partia e tij e mbrojti kur Basha u vënë në akuzë për abuzime në rrugën Durrës Kukës. Akuzat e ngritura ndaj Lërzim Bashës nga prokuroria për çështjen e rrugës Durrës Kukës dhe shfrytëzimin kësaj ngjarje nga rivalet brenda Partisë Demokratike trajtohet në një kablogram me titull Ministri i Jashtëm Basha, betejë me prokurorët dhe rivalet politik, dërguar më 12 dhjetor 2008. Mbrojtja e Bashës është komplikuar së tepërmi, thuhet në fillim të kablogramit, nga lufta e brendshme në Partinë Demokratike, ku kundërshtarët e Bashës shpresojnë se kjo çështje gjyqësore do ta eliminojë atë si një rival potencial në këtë parti. Basha dhe në kablogramin nuk është akuzuar për korrupsion aktiv. Ai është akuzuar për shpërdorim detyre dhe thyrje të rregullave të parazitë në tender, kur ishte ministri i transportit dhe neglizhencë e cila rezultoi me një kosto për 600 milion euro. Në pjesën e tretë të kablogramit me titull Rivalve në Partinë Demokratike u vjen era gjatë, thuhet. Telashet e zotit Basha janë komplikuar së tepërmi nga pozicionin në të cilin ndodhet në Partinë Demokratike me një rivale siç është kryetaria e kuvendit Josefina Topani, e cila është duke pritur me gëzim se çfarë mund të ndodhë atij. Zyrtarët e tjerë në Partinë Demokratike, si kryeministri Berisha, i kanë ofruar mbrojtje të vakët, por nuk janë kursyer të cilësojnë akuzat, si motivuara politikisht nga prokuroria e përgjithshme.